Në lagjën Sukaj të fshatit Hereq në komunën e Gjakovës, banorët ankohen për gjendjen e mjerueshme të shtyllave të energjisë elektrike. Disa prej shtyllave jo vetëm që janë të shtrembruara, por edhe lohaten, sidomos kur fryen erë, pohojnë ata. Ky banderi, si o që tu ofër neve, është i me rrymë edhe në tokë më rryma. Gjithë verën, i mi dalë, ty e përcjell mësë për bjekush, a lup, a kafsht, apo njerëzit në ta. Merë mas toka, se është shumë, tjetër është si telet nuk jonë njësëj. Dojnë më tollë, dojnë më trash. E problemi nuk është zgjidhur as pas ankesave të bëra në Kec, thonë banorët. Për Kec e kemi thirrë Prishtinën e ka qenë 2, edhe Lara ta më kanë marrë mund shpe, edhe e kanë këshirë ajo bën ky s'ka nevojë. A vetë një pe Kecit më ka thonë rruju se piu ka rryma. Problem tjetër është edhe ndriçimi publik, i cili nuk funksionon. Na për ndriçimin publik, ballvone kemi ndu, të kënaqur si me hiç, s'na ka vyt hiç. Jem shkuar jem lëmur në komunë, ka thonë ta ndresin, se në armi ndres. Menjëherë pas interesimit ton sa i përket ndriçimit publik, nëpërmjet telefonit drejtori për shërbime publike, Shkumbim Kastrati, deklaroi se kjo situatë pritet të rregullohet brenda javës, ndërsa sa i përket problemit me shtyllat e energjisë elektrike të fshatit Hereq, nëpërmjet emailit, zyrtari për media nga kompania Kec Guri Shkodra pranon se në adresë të kësaj kompanie ka arritur një kërkesë nga banorët me datë 1 qershor të këtij viti. Sipas tij bëhet fjalë për rikonstruktim të rrjetit dhe aktivitetet të tilla kërkojnë më shumë kohë. Shkodra pohon se kompania Kec është në përfundim të përgatitjes të zgjidhjes teknike për fshatin në fjalë dhe kjo do të mundsojë edhe realizimin e investimeve. Mirë po nuk cek kohën se kur do të fillojnë punimet. E deri atëherë, banorëve të kësaj ane u duhet akoma kujdes i shtuar kur kalojnë andej pari.